Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja çfarë i ndodh zemrës kur hani djathë çdo ditë. Djathi është një nga produktet më të preferuara të shqiptarëve që konsumohet masivisht. Këtë e thot edhe një analizë e 15 studimeve të ndryshme shkencore mbi rolin e djathit kundër problemeve të zemrës. Të dhënat tregojnë se rreth 30% e qumshtit të prodhuar në Shqipëri përdoret për prodhimin e djathit. Por duke qenë se shumica e blegtorëve akoma punojnë në tregje informale, niveli vërtet i prodhimit në vend mund të jetë rreth 34.000 ton ose 11.5 kg djath për frym në vit. Djathi përmban disa ushqyes të rëndësishëm për shëndetin siç janë kalcium, zink, vitaminën A dhe vitaminën B12. Djathi është i pasur me yndyrra të ngopura, ndaj deri më sot besohet se do të ofrojë përfitime më të mira edhe për shëndetin e zemrës. Por studimet e reja sugjerojnë se produktet e tilla luajnë një rol mbrojtës për shëndetin kardiovaskular. Të gjitha studimet e analizuara mbi këtë çështje përfshin të dhënat e plot 200.000 personave. Ushqyerja e tyre u monitorua nga shkencëtarët për më shumë se 10.000 vite. Të dhënat treguan se njerëzit që konsumonin djath rregullisht ishin 18% më pak të rrezikuar nga sëmundjet kardiovaskulare. Ato ishin 14% më pak të rrezikuar nga sëmundjet koronare dhe 10% më pak të rrezikuar nga ishemia. Djathi është një nga ushqimet me më shumë vlera dhe është një burim i mirë i proteinës, kalciumit, vitaminave dhe mineraleve. Krahas shëndetit të zemrës, konsumi i djathit ndihmon edhe në forcimin e gjakut dhe ul rrezikun e osteoporozës. Efektet e djathit janë të dobishme edhe për hipertensionin dhe shëndetin e dhëmbëve gjithashtu. Kjo pasi kontribon në mbajtjen e dhëmbëve të fortë dhe më të shëndetshëm. Djathi përmban sasi të mëdha të vitaminave dhe kolinës. Në përmbajtje të tij gjithashtu ka vitaminën E, vitaminën K, riboflavin, vitamin B6, folat, B12, acid pantotenik dhe betain. Element këto shumë të rëndësishëm në mbrojtjen e organizmit dhe gjithashtu në parandalimin e komplikacioneve të tij. Shqiptarët e konsumojnë djathin pothuajse në çdo vakt. Një fet djathi e shndron edhe sallatën ose vaktin më të mërzitshëm në një gosti vërtet të shijshme. Djathi edhe në të kaluarën ka qenë një nga produktet e bulmetit më të rekomanduar nga mjekët për shkak të vlerave të larta shëndetësore që bart. Por a kishin menduar ndonjëherë se kur është koha më e mirë për të marrë vlerat e djathit? Duke qenë se është një produkt që konsumohet gjerë, nuk është të menduar gjatë se në cilin vakt djathi ka potencialin e tij më të madh. Sipas të dhënave, mëngjesi është vakti më i përshtatshëm kur trupi ynë përfiton më shumë nga vlerat e djathit të bardhë. Në këtë video do të gjeni të listuar arsyet pse djathi i bardhë duhet të konsumohet në mëngjes. Ai është shumë i thjeshtë për t'u tretur. Sipas të dhënave, djathi i bardhë është një produkt i bulmetit që organizmi ynë e tret me lehtë. Falë strukturës së tij, enzimat e stomakut arrin të shpërbëhen shumë më shpejt dhe në të njëjtën kohë lehtësohet edhe përthithja e mineraleve që ai përmban. Një vlerë tjetër është se duke qenë se ka veti anti-inflamatore, ai ndihmon shumë në tretjen e të gjithë personave që janë intolerant ndaj produkteve të bulmetit. Ka përqindje të ulët të yndyrës. Djathi i bardhë ka 21 gram yndyrë për çdo 100 gram. Duke e quar këtë produkt në shkallën më të lartë të klasifikimeve të ushqimeve mirëbërëse. Nëse ky djath konsumohet në mëngjes nga persona që kanë probleme me kolesterolin, ai do të ndihmojë gjithashtu edhe në ruajtjen më të mirë të ekuilibrave të tij, duke sjellë rezultate të kënaqshme për organizmin. Djathi është gjithashtu një burim shumë i mirë i proteinës. Përveç se në sasi të konsiderueshme të kalciumit, djathi i bardhë përmban edhe proteina, element kështu shumë të rëndësishëm për organizmin në parandalimin e këtyre shqetësimeve. Të gjithë ekspertët e mjekësisë këshillojnë në këdo që mëngjesin ta pasurojnë me më shumë proteina. Nga njëra anë japin organizmit tonë më shumë energji dhe nga ana tjetër janë jetësore edhe për aktivitetet tuaja të përgjithshme. Djathi është i pasur gjithashtu edhe me vitamina. Djathi i bardhë është i pasur me vitamina të rëndësishme siç janë vitamina B, vitamina A, fosfor, vitamin B6 ka funksione thelbësore për metabolizimin dhe formimin e qelizave të reja. Ndërkohë vitamina A funksionon edhe në luftën kundër radikaleve të lira. Fosfori, i fundi në radhë, por jo nga rëndësia,
është një mineral që gjendet në secilën qelizë të organizmit tonë. Ai ndihmon gjithashtu edhe në ruajtjen e ekuilibrave të aciditetit. Në bashkëveprim me kalciumin, ai rigjeneron dhe ndërton qelizat kockore dhe rritjen e jetëgjatësisë së organizmit. Gjithashtu, ai ndihmon edhe nëse konsumohet vazhdimisht në dietën tuaj do t'jap rezultate të shkëlqyera në mbrojtjen e vlerave të trupit. Djathi përmban probiotik fantastik, shumë të rëndësishëm edhe për menaxhimin e shqetësimeve tuaja. Djathi i bardhë është një produkt ideal për aparatin tretës. Ai përmban një numër të lartë të elementeve ushqyes dhe gjithashtu të parandalojë edhe komplikacione të ngjashme. Nëse doni që të merrni më shumë vlera, këshillohet ta pasuroni dietën tuaj me këtë element të domosdoshëm. Djathi është një aleat shumë i mirë edhe për shëndetin tuaj të kockave. Duke qenë se djathi i bardhë prodhohet nga qumshti i lopës, deles ose dhis, është një burim shumë i mirë i kalciumit dhe i kaliumit. Nëse ai konsumohet në mëngjes, trupi juaj do të përfitojë edhe nivelet e duhura të mineraleve, të cilat do ta bëjnë atë një zgjidhje produktive shumë të mirë ushqyese. Duke konsumuar djathin brenda normës në dietën tuaj, do të keni përfitime të larta ushqyese dhe do të mbani larg një sër shqetësimesh. Autorët e studimit tregojnë se përfshirja e djathit në dietën tuaj do t'japë rezultate të kënaqshme në këtë drejtim. Shkencëtarët pohojnë se ngrënia e 40 gram djathë çdo ditë është një burim i mjaftueshëm për të ulur rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe goditjeve në trup. Kjo gjendje do të parandalojë gjithashtu edhe problemet vëzhguese të efektes së marrjeve të dëmshme të tij në organizëm. Ekspertët tregojnë se 40 gram djathë në ditë është një mundësi e shkëlqyer e trupit për të marrë më shumë përfitime. Bashkautori i studimit, Li Qing, punon në departamentin e ushqyerjes të higjienës në ushqimet e shkollës së shëndetit publik në Universitetin e Tsukoku në Kinë. Ai dhe kolegët e tij publikuan në dhjetor rezultatet e kërkimeve të tyre në revistën European Journal of Nutrition. Djathi është padyshim një nga ushqimet më të mira, më të preferuara, sidomos për të gjithë popullatat. Përmban lëndë ushqyese që janë të dobishme për shëndetin, të tilla janë kalciumi, vitamina A dhe vitamina B12, por ka dhe shumë yndyrna të ngopura të cilat do të rrisin gjithashtu edhe nivelet e kolesterolit. Përfshirja e djathit në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të marrë këto përfitime. Studimi megjithatë tregoi se djathi mund të ketë efekte të kundërta në shëndetin kardiovaskular nëse e teproni me konsumin e tij. Në total, 15 studime u përfshin në më shumë se 200 pjesëmarrës. Efektet e konsumit të djathit u analizuan gjatë një dekade. Shumica e studimeve përfshin individ që nuk kishin sëmundje kardiovaskulare në kohën e studimit. Analiza tregoi se në krahasim me ata që hanin më pak djathë, ata që hanin normalisht kishin deri në 18% më pak gjasa të zhvillonin sëmundje kardiovaskulare, deri në 14% më pak gjasa të zhvillonin sëmundje koronare të zemrës, deri në 10% më pak gjasa për të pasur një goditje në trup. Shkencëtarët raportojnë se këto rezultate ishin më të forta te ata pjesëmarrës të cilët konsumonin rreth 40 gram djathë çdo ditë, si përfundim ata cituan. Kjo analizë e studimeve vëzhguese sugjeron një korelacion jo linear dhe anasjelltas midis konsumit të djathit dhe rrezikut kardiovaskular. Përfshirja e djathit në dietën tuaj do t'japë rezultate të shkëlqyera vetëm nëse konsumohet brenda normës dhe asnjëherë në tepritje të madhe. Djathi është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për t'u përfshirë në dietën tuaj, ndaj përpiquni ta konsumoni vazhdimisht, por brenda normës dhe asnjëherë me egzagerim. Duke u përmbajtur kësaj rregullore, do të keni më shumë përfitime në organizëm dhe do të mbani larg edhe shqetësimet e ndryshme trupore. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.